Qeverisë shqiptare i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të pezulluar procedurat e ekstradimit në Londër kundër Francesco Peguetit, pronarit të Agon Channel, si edhe administratorit Mauro De Renzis. Vendimi është marrë nga Qendra Ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes investitorëve të huaj me seli pranë Bankës Botërore në Washington DC. Vendimi unanim i trupës gjykuese përbërë nga 3 antar rekomandoi gjithashtu që Shqipëria të pezullojë procedurat vijuese penale kundër paditësve të kësaj çështjeje dhe që të dyja palët të arrijnë një marrëveshje mbi ruajtjen e aseteve të paditësit të sekuestruara përgjatë gjithë kohës zgjatjes së arbitrazhit. Begeti u drejtua arbitrazhit për shkeljet e traktatit dypalësh për mbrojtjen e investimeve Shqipëri-Itali pas një sër sulmesh sipas tij dhe persekucionesh të vazhdueshme kundrejt investimeve të tij, ku përfshihen 2 kanale televiziv dhe një hidrocentral. Vendimi u lëshua një muaj pas seancës dëgjimore mbi masat e sigurimit të padis, ndërsa gjykata e arbitrazhit vuri në dukje se çdo ndalim i procesit të hetimit ose procedimit ndaj një sjelljeje që në mënyrë të arsyeshme dyshohet të jetë me natyrë kriminale mund të vendoset vetëm kur është absolutisht e nevojshme dhe konfirmon se jemi pikërisht përpara këtij rasti, citohet në vendim. Paditësit në arbitrazh argumentuan se si kundër përgjigje ndaj kërkimit të së drejtës së tyre në arbitrazh, shteti shqiptar vazhdoi të lançonte një sër hetimesh hetimore të pathemelta dhe abuzive kundrejt tyre dhe investimeve të tyre vendaze, sekuestruan asetet e tyre në Shqipëri dhe lëshuan urdhra arresti kundër Francesco Peguetit dhe Mauro De Renzis, duke kërkuar ekstradimin e tyre nga Mbretëria e Bashkuar. Qendra Ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrveshjeve për investimet është një institucion arbitrazhi që merret me zgjidhjen dhe pajtimin e mosmarrveshjeve mes investitorëve ndërkombëtar. Ajo është antare e grupit të Bankës Botërore nga e cila financohet, ndërsa në të janë antarësuar 158 shtete, përfshi edhe Shqipërinë.